Tashmë gjithë bota kontrollohet nga dronët, por shumë pak e kuptojnë. Kishim bërë një emision para disa vitesh për sa i përket dyndjes së dronëve dhe zhvillimin që po bën njeriu. Madje me inteligjencën artificiale dronet do të marrin një hovë kaq të madh që asnjë nuk e keni idenë. Para disa orësh disa nga çunat që punojmë bashkë publikuan një video ku tregojnë për disa dronë që kontrollojnë çdo gjë në Gaza dhe disa nuk e kuptojnë. Në disa post ose në disa video duhet folur me superlativa për shumë arsye. Por për ata që nuk e kuptojnë, dua të nënvizoj diçka tepër të rëndësishme. Pikë së pari, lajmet, pra ti nuk mund të shkosh dot kundër lajmeve, sepse për shumë arsye. Nuk je asgjë, të paktën të informohemi me aq sa mundemi, sepse nëse si është më mirë, të informohemi apo mos të informohemi fare. Sepse nëse të krijojnë probleme që ti nuk informon dot, të heqin qafe edhe nuk informon dot. Pra duhet patur kujdes në disa raste. Dhe kur tregojnë lajmet për një situatë, ti nuk mund ta anashkallosh dot atë lajm e ta bësh si të duash ti. Për shumë arsye. Më thoni dhe ju, a është e vërtet kjo apo jo? Dhe pse po flas për këtë? Sepse flasim për një grup që thuhet në Gaza që ishin terroristë dhe po organizonin disa përplasje me trupat izraeliane. Dhe sipas gjasave, kontrolli që u bë u vërtetua dhe u siguruan që këta kishin ndërmend që të hidhin erë disa vende. Tani, unë dua të përqendrohem tek dronet dhe jo tek kjo, sepse tani këtë ja u thash dhe kush e kupton, kush nuk e kupton pak rëndësi ka. Sepse nuk mund të rim këtu me secilin që të bindim për një diçka por tjetër. Jo sepse kemi të drejtë, por kështu është situata. Nuk është se vendosim ne, nuk e vendos unë. Dhe po thoshja, aty nënvizohet, pra në video, që tashmë çdo gjë kontrollohet nga dronët. Pse? Sepse duhet të dini që çdo gjë në këtë planet sot po kontrollohet nga dronët. Dronët, bile me anë të dronëve, që edhe Ukraina ka marrë hovë dhe ka avancuar në disa zona të Rusisë fal dronëve. Pra me drona ata duan që të fitojnë, sepse duhet të dini që disa mendojnë që me anë të dronave mund të fitosh edhe luftra. S'ka nevojë për trupa. Mjaftojnë dronët. Sepse ti nga sipër bën çdo gjë dhe nuk i kap dot. Sepse ti edhe vurare që tani kanë shpikur edhe ato disa aparatura që kapin dronet. Por disa miq të tjerë kanë shpikur disa aparatura të tjera që nuk i kap dot dronet. Dhe tani po e instalojnë brenda dronëve. E dini se çfarë do thotë kjo? Me kalimin e kohës, ti nuk mund t'i rrezosh dot ata dronë. Vetëm me duke i qelluar, por edhe duke i qelluar është vështirë që t'i kapësh. Se janë edhe kundër plumave, disa të rinj që kanë bërë tani. Dhe po thoshja, dronët po pushtojnë botën. Dhe me anë të dronëve, ata survejuan çdo gjë, pra në këtë moment që po flasim për kësaj përket Gazës. Dhe survejuan çdo gjë. Madje me anë të telekamerave afroheshin kaq afër, se e vura re këtë, po ta shikoni e gjeni atë videon, sa që shikonin dhe çfarë çante kishte, çfarë kishte brenda në çantë ai njeri. Pra nga sipër, nga kilometra larg, afroheshin me kamera për të kuptuar se çfarë kishte. A kishte një pistolet, një armë, ose çanta çfarë kishte brenda, e tjerë. Sepse dronet tani, përveç se kanë një arsenal, kanë armë, kanë çdo gjë, bile disa i kanë bërë edhe me gaz, me diçka që ta kapin t'i gjallë njeriun, hedhin diçka që ai e zë gjumi, ose i bie të fikt, shkojnë aty dhe e kapin, që të marrin informacionet pastaj. Dhe po thoshja, kanë ndryshuar shumë gjërat. Dhe ne e kishim parashikuar këtë që në vitin 2014, kur kemi bërë emisionin kronikën për dronët. Dronët po pushtojnë botën. Dhe sot, viti 2025, pra po thoj pas 10 viteve, parafërsisht, ne po asistojmë në një triumf. Një triumf kaq të madh të dronëve. Na bien flokët tani se u plagëm edhe dalin përpara syve.
E di që dikush nga ju thotë, ti pse nuk I qet flokët? Nuk dua. Ju dua fort bëj shaka. Se cili ka lukun e tij, duhet I mbaj, dikush I mban të qetur, dikush I mban të gjatë flokët, kështu që unë tani tashmë që prej 2000, çfarë flas? Në vitin 1994, që në vitin 1994 I mbaj kështu flokët. Në këtë mënyrë. 1994. Kanë kaluar 30 vjet. Wow. Shumë, ë? Dhe po thosha, kështu që dronët kanë arritur të pushtojnë botën, por nuk mbaron me kaq, sepse me anë të dronëve do vi një moment që do bëhet kontrolli total I njeriut. Po, sepse kanë telekamera me një resolucion kaq të lartë sa që nuk e keni iden, nga kilometra lart. Dhe për më tepër do kenë një sistem që mund të njohin nga sipër, në mijëra njerëz që gjenden poshtë mund të gjejnë objektivin. Si kina ka kohë që e ka shpikur. Është një lloj sistemi që mund të kapi nga sipër ose nga përpara, si duani ju, kap formën e fytyrës së njeriut, kafkën. Pra ti edhe po të bësh makjazh, po të vësh një maskë apo ku ta di unë, kap kafkën dhe fillon edhe e deshifron. E deshifron derisa I gjen se kush është, sepse e fut në sistemin e kërkimeve, aty ku gjenden të gjithë ata që kërkohen, dhe e gjen, të gjen me njerë, të gjen se kush je, të gjen ku ndodhesh, vendin eksakt, hapat që t'jedh, sa kilometra në orë ecën, nga çfarë drejtimi po ecën, dhe brenda pak minutave ta zgjesojnë. Bile mund ta bëjë edhe azgjesim, mund ta bëjë edhe vetë droni. Vetë droni. Nuk diskutohet që për të bërë një azgjesim duhet kenë një motiv. Por unë po flas nëse duan të kapin dikë, nëse duan ta kapin dhe kaq, mjaftonin vetëm pak minuta, ose nëse duan ta eliminojnë sekonda, sepse ka droni direkt nga droni. Dhe droni do funksionojë me inteligjencën artificiale. Dhe nuk do nevojiten më snajperat. Snajperi më I madh do të jetë atje në dron. Sepse edhe sikur ta lëviz era, I llogarit që të gjitha, e llogarit inteligjencë artificiale, llogarit erën, shpejtësinë, njeriu se si po ecën, nëse ulet apo ngrihet, nëse ecën djathtas apo majtas, pra çdo gjë mund të gaboj vetëm 1 milimetër. Pra, sipas studimeve që janë bërë, mund të gaboj 1 milimetër. E dini çdo thot apo jo? Është absurde ta mendosh. Dhe doja t'ju thosha me këtë që teknologjia po ecën me hapa gjigant. Dhe ju as ju nuk e keni iden fare kush na telefonon tani, falni. E lëm. Nga familja po marrin telefon, po ta mbaroj këtë dhe pastaj. Dhe po thoshja as ju nuk e keni iden fare se çfarë zhvillimi po bëjnë dronët. E përsëris, shumë shpejt do dëgjoni, po e themi këtu, mbajeni këtë video, kujtojeni, shkarkojeni apo bëni si doni, apo mbajeni aty në preferiti, në të preferuarat, sepse shumë shpejt do nxjerrin një dron që mund të bëjë një kontroll total të një zone me inteligjencë artificiale që mund të eliminoj ose të bllokoj çdo lloj agresori apo agresioni në sekond. Shumë shpejt do ta dëgjoni këtë. Dhe do ta bëj vetëm droni, s'ka nevojë për ushtar, s'ka nevojë për ushtri, s'ka nevojë për armë, s'ka nevojë që të rrinë ore tëra, por dikush vetëm direkt aty, me një fjalë, nga një vend I vet, bile një sër dronash me qindra ose me mijëra mund të manovrohen vetëm nga një konsol me inteligjencën artificiale e cila vetë ajo do ta seleksionojë nëse është I rrezikshëm ai subjekt ose jo, dhe nëse do ta eliminojë ose jo. Nuk e di, e keni parë filmin Priority Report. Kështu quhet, me Tom Cruise. Minority Report, më falni, Minority Report. Dhe do ta shikoni që shumë shpejt do të ndodh aktualisht, sepse thuhet që edhe Tom Cruise është pjesë e këtij grupi dhe ai njeh të vërteta, në fakt disa prej tyre I ka thënë paraprakisht. Shikoni disa filma të tij të fundit.
ato që ka thënë aty nuk janë vetëm fantazi, por ka diçka reale brenda. Kalofshi një ditë bukur dhe pres komentet tuaja. Ju përqafoj droni dhe dronët do pushtojnë botën.